ju kam dëgju me një emision dhe kur e përshkru një momentin e njohjes me te, diçka keni pas të veçantë. A mund të bëni publike edhe këtu tek ne? Ajo ka qenë shumë interesante sepse në fundit jemi njerëz edhe para njohjeve tona, dhe më thënë, edhe ju dikur si një djalosh i ri, keni pas preferencat edhe për shembull kur kemi thënë cilë të pëlqenë, atë pëlqenë zeshkanët apo bjondet. E në këtë rast e kom pas si e re, natyrisht, se sot natyrisht nuk mendoj ashtu, po në atë ko kisha frikë se mos po i qëllojnë qërafët e bardha. Puste, zeza e qërafët e bardha. Edhe thësha, ku për mu, se bashkë në intervistën e kaluar, thash, me bo me më pëlqy, e mja pa qërafët e bardha, mos po më del pi qefit. Pa, jo ka qenë kështu në shumë formë në humorit edhe sa herë që lidhemi me shoqni, gjithmonë e kujtojmë këtë farë momenti. Edhe më gutë, bardu i ligjit më thotë, po me më pas qëllu qërafët e bardha, ti pas ke, do me thonë, që thonë një fjallë po me më qitë poshtë, do me thonë, me më vrejt fare. Po, i kemi pas këto, po themi kështu kapriqët tona e, por që tani me kalimin e kosa e, si me thonë, njerin e vlerëson për njerin që është, për vërtytet që i ka, pastaj kimia, e tjerë, po edhe ajo ka qenë interesante. Si shumë momentit plot.